Kryeministri Edi Rama shfrytzoi një takim me socialistët e rrethinave të Tiranës nga dajtin Petrel për të sqaruar procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Rama përsëriti premtimin se brenda vitit të ardhshëm vendi ynë do të mbyll negociatat për 33 kapituj. Ne vazhdojmë punën tonë, kemi detyrat sipas kalendarit që kemi dakordsuar dhe na e kanë vënë ata përpara kalendarin, nuk e kemi vënë ne, se ne s'vëm dot kalendar. Ata na e kanë vënë përpara, na kanë thënë po i bët 1, 2, 3, 5, 200, 300 se janë më shumë se 4.000 ato që duhet bërë. Deri në fund 2027-s ne do mbyllim negociatat. Rama skicoi Bashkimin Evropian si një ndërtesë me dy kate. Në katin e parë është Komisioni Evropian e në katin e dytë janë vendet anëtare ku çdo vendim merret me unanimitet. Por ajo që është ndryshe sot është që të gjitha vendet në katë dytë thonë duam ta marrim Shqipërinë në BE. Dhe të gjitha rastet kur letrat kanë shku nga kati i parë në katë dytë, ata kanë thënë okay. Prandaj ne kemi hap gjithë kapitujt e negociatave për 11 muaj. Asnjë vend nuk e ka bërë këtë më parë. Kryeministri Edi Rama shfrytzoi takimin me socialistët për të përgjigjur të gjithë atyre që akuzojnë për korrupsion qeverisjen e tij. Dhe nuk mund të çohet askush të thotë me plot gojën është rrit korrupsioni dhe s'ka qenë kur korrupsioni siç është sot, sepse kjo është një gënjeshtër shumë e madhe. Se po t'ishte rrit korrupsioni nuk rrite ekonomia, po t'ishte rrit korrupsioni nuk rriteshin pagat dhe pensionet. Gjatë këtij takimi, kryesocialisti Edi Rama u bëri apel anëtarëve të PS-s të nisin riorganizimin për të qenë gati për betejën elektorale për 61 bashkitë e vendit që do të mbahet pas një viti. Bazën përfitore në zgjedhjet e tashme.